Ono što sam negde u medije rekao, obistinilo se je da nisu bili izbori 7. juna, povratak bi već sad imali sudije i tužioce na poslu srpske zajednice. Mislim da je proces odložio i da je iskorišćen momentum za povratak ljudi u ovom periodu, sada i u letnjem periodu i što manje političkog delovanja i tako dalje. Da budem iskren, danas je ovde s nama trebalo da bude sudski savet. Ali smo imali ozbiljan sastanak gde smo razgovarali da je povratak na određeni način otpočeo kroz pregovore i da ne bi pravili još veću presiju, a verujte mi da imaju ogromnu presiju. Imali smo vrlo otvoreni sastanak prethodnih dana, ali je dogovoreno kada se ljudi vrate u sud, na koji način, kako i tako da sad ne trošim i vreme, objašnjenjima sigurno stvari koje će i problema koji će se dešavati usput. Obećano mi je da će predsjednik Sudskog saveta i direktor na sledećoj konferenciji, ja se iskreno nadam sredinom septembra, biti ovde i objasniti neke stvari, kako, šta, gde i šta se očekuje. Ono što mogu ja lično kao Dušan Raković da kažem je da ja očekujem da se ljudi vrate u sud 1. septembra. To je moje mišljenje. Za informaciju za vas da su ljudi juče poslali mailove Sudskom savetu da ih informiše da žele da se vrate i da povuku njihove ostvarke, tako je. Oko 130 ljudi je podnelo bilo ostavke 6. novembra 2022. godine. Manji broj je poslao, to je sigurno. Evo daću vam jedan primer i nadovežu se na to da od 24 sudija koji su radili, samo 16 može da se vrati. Very happy because this time we are in Mitrovica. We are in the place where is the heart of this problem. I hope that soon we will have some good news. There are some rumors. I hope there are good rumors. We'll have some good news for the judges and prosecutors and court staff to come back. So then we can have somehow coming back to normality. With the reintegration is not important just for political reasons. It's important because the community needs its own judges and prosecutors to be close to them so they can have access to justice without any impediment. Funksionimi i shtetit gjyqësor në Kosovën Veriore ka qenë vështirë, përfaqësisht pas lufte. Kemi pas disa faza kur gjyqtarët sërbë dhe prokurorët sërbë janë integruar, pastaj ka ardhur shpallja e pavarësisë ku e kanë lëshuar gjithë. Jemi përzonuar nga dërtesa dhe kjo kishte një sfidë e madhe për drejtsinë dhe kishte një pengesë madhe për 10 vjet në funksionimin e shpejt, drejt dhe efikas të këtyre organeve gjyqësore. Ndoshta nuk ishte kushte për punë e dini gjithë, mirë po me kalimin e kohës u arrit marrëveshja që të implementohet marrëveshja 2013 dhe 2016 për integrimin e strukturave gjyqësore në veri. Ishte një integrim, nuk ishte ide. Personalisht unë kam kontaktu dhe kam negociuar timin e tyre pa pjesëmarrjen në faktorin ndërkombëtar. Kam pas kontakte drejt për drejta me Jo Radovicin Atherish, kryeprokurorin e SSGB në prokurim paralele dhe kam organizuar të disa takime edhe me Këshillin Prokuroral, edhe me ish kryeprokurorin Ismet Kabash. Dhe integrimi i tyre ishte pak më i lehtë, se më këtu nuk ishte ndonjë kusht, edhe integrimi që ishte i mirëardhur. Ishte mirëardhur jo vetëm për politikën, por ishte mirëardhur edhe për vetë komunitetin si ta lakon në fjalën e tij hyrse. Integrimi nuk bëhet për politikë. Integrimi bëhet për shkak të komunitetit dhe për shkak të nevojave të komunitetit që të kenë një qatje më të mirë në drejtësi. Por nëse shkojmë pe parimeve më të përgjithshme, integrimi është obligim kushtetues. Përfaqësimi i komuniteteve në institucionet dhe përgjithësi dhe në rastin konkret në sistemin e drejtësisë është obligim kushtetues. Dhe në fund të ditës, ajo çfarë po tentojmë të bëjmë është bathimi i kushtetues. Dhe asgjë më shumë. Gjashtë siç përfaqësohen në kuvend, në komuna, etj. Duhet që të jenë të përfaqësuar edhe në sistemin e drejtësisë. Për këtë arsye, integrimi i gjyqësorëve që kishte ndodhur në vitin 2017 ishte një arritur e madhe.
për shkak se u funksionalizuan gjykatat dhe gjitha ato problemet që i përmend edhe avokati zotri Sylla, që kishin ndodhur me vite, u evituan dhe disi situata filloi me rand binare të rrugës së saj. Qase në drejtësi filloi të marrë një kohë tjetër për shkak se gjyqësori tani më u po se u takon të gjithë dhe nuk ka ndarje të komuniteteve. Dhe përkundër dilemave të mëdha që kishte në fillim, ky proces shkoi mirë për disa vite. Fatkeqësisht ishte një rast i vetëm që u përdor si arsyetim që gjithë gjyqtarët, prokurorët dhe stafi mbështetës të japin dorëheqje nga sistemi i drejtësisë. Dhe ke paraqitur një hap jashtëzakonisht që na kthente mbrapa në raport me integrimin e sistemit të drejtësisë. U përdor do të thotë vetëm një rast i vetëm për dorëheqje kolektive të gjyqtarëve, prokurorëve dhe të stafit mbështetës. Tash,